tani kom marrë në Kosovë edhe kom nisë me shku në shkollë, kom nisë me mësu gjëra shqipen, kom nisë me shku në kurse, në qështet. Mu qëto kurse më kanë nimu për landët, për me mësu gjuhën, për me mësu matematikë, gjëra shqip, qështë. Kosova është vendi i parë i cili ka vendosur me i kthy këta persona apo qytetarët e vet nga zonat e konfliktit. Edhe programet e ndërtuara së bashku me Gjizsurfin dhe mendimin e Gjizsurfit ne kemi mujt me realizu, me implementu programin tonë edhe me ofru mbështetje, asistencë për këto familje që i kemi realizu. Unë personalisht kam hezitu shumë me ardhë, se nuk e kam ditë ku kam me ardhë dhe çka kam me bo. Edhe mi për momentin që kemi ardhë, Kosova si shtetë nga ka pritë tepër mirë, nga ka akomodu secilit në vend ku na ka taku. Fëmijët na ka angazhu direkt në për kurse, në për trajnime të ndryshme, edhe neve si nana na ka angazhu me trajnime. Përmes këtyre trajnimeve, na mujna me u kyç me një punë, me një drejtim, të cilat kanë me na pru të ardhuna, edhe na më kujdes për fëmijët e thonë, me kona shëtëzojat e vetë-vetës edhe. Edhe jo ka shumë dobishme për neve, për fëmijët e tonë. Kosova sot përballët me terrorizme online dhe ne në bazë të trajnimeve të cilat i kena marrë nga Ministria e Punëve të Brendshme, kemi arrit me identifikue problemet të cilat këta fëmijë mundën më rreziku. Si mësimdhënës, i kemi pas rastet e para të cilat janë trajtu për nxënësit e radikalizuar nga propaganda online. Radikalizmi online është një çështje që nuk mundesh me e përcjell si problematik. Së bashku me partnerët tanë edhe ndërkombëtar dhe vendor edhe me shoqërinë civile jemi duke punuar ngushtë që të krijojmë mekanizma të parandalimit të qëndrueshëm në nivel lokal, po edhe në nivel qendror, që të ballafaqohemi me këtë problematikë. Kur rrit në është ëndra jem, mu bë mësuse gjimnastikës, sepse di shumë mirë gjimnastikë.